Rritja e çmimeve të derivateve të naftës vazhdon të rëndoj buxhetin e qytetarëve, ndërsa shqetësimet për shtrejtimin e mëtejshëm mbeten të pranishme. A janë të mjaftueshme masat e deritanishme të qeverisë dhe kur mundet të pritet një ulje e çmimeve? Eksperti i ekonomisë Abil Baush tha për televizionin Shenja se konfliktet e fundit me ngushticën e Hormuzit bën që të fillojnë të rriten çmimet e derivateve të naftës, duke shtuar se pasiguritë globale dhe krizat e vazhdueshme, veçanërisht konfliktet që ndikojnë në furnizimin me naftë, paraqesin rrezik për rritjen e çmimeve, jo vetëm të derivateve të naftës, por edhe të produkteve të tjera bazë. Kemi një situatë kur konfliktet, sidomos kjo e fundit me ngushticën e Hormuzit, në shpërndarjen e naftës, domethënë në rrjedhën normale të naftës, bën që të fillojnë të rritet çmimi i derivateve të naftës. Po flasim për këtë për arsye se në 25% e botës e cila merr naftë të tipit të parë, të kualitetit të parë, është nga këtu. Tash mos kemi një kuti, në vende të tjera mund të kemi naftë, por përpunimi i asaj naftës është shumë më i rëndë dhe kushton më shumë kosto. Dhe kjo bën çdo herë që të kemi një rritje të naftës. Mëson konfliktet, ndërprerja e zinxhirit të furnizimit çdo herë do të bëjë, jo vetëm për derivatet e naftës, ju kishit krizën edhe të ushqimit, edhe të energjisë etj. Do të vijë çdo herë në pah. Sa i përket masave të ndërmarra nga qeveria, Baush tha se deri tani kanë sjellë stabilizim të përkohshëm të çmimeve, por përballimi i krizave kërkon politika më afatgjate dhe një strategji më të qartë ekonomike. Të jemi korrekt, në fillim masat dhanë rezultate, se ishin afat shkurtë dhe më njëherë dhanë rezultate, për arsye se mbajtën një farë stabiliteti të çmimit të derivateve të naftës. Po a janë të mjaftueshme? Ajo duhet të tregohet në një periudhë kohore afat mesme dhe afat gjate. Për fat të keq, ne nuk kemi një strategji adekuate që të mund të amortizojmë këto krizat të cilat na vijnë nga të çfarëdolojshme, domethënë, edhe për derivateve të naftës, edhe të furnizimit të ushqimit, të zinxhireve të tjera të furnizimit. Domethënë, ne na duhet një strategji më afatgjate, më politikë makroekonomike, më e qartë, më afatgjate që do të japë rezultat. Ai më tej tha se masat afatshkurtra si kufizimi i çmimeve dhe marzheve të fitimit kanë dhënë rezultate fillestare, por në një periudhë më të gjatë mund të ketë edhe efekte negative nëse nuk shoqërohen me politika të qëndrueshme ekonomike. Ai theksoi se krizat e furnizimit nuk prekin vetëm naftën, por edhe sektor të tjerë, përfshirë ushqimin, pasi ndërprerjet në zinxhirët global të furnizimit ndikojnë në rritjen e çmimeve. Baush vlerësoi se vendi duhet të investojë më shumë në prodhimin vendor të ushqimeve bazë, duke pasur parasysh varësinë e lartë nga importi, si dhe të krijojë hapësirë në buxhet për investime në zgjidhje afatmesme dhe afatgjate.